po i bi të shembuj që njerëzit e dijes si ja ken pasur frikë Allahut azza wa jalla. Shembullin e njeriu që shejtani nëse ka rastis ai njeri me qenë me një rrugë dhe një shejtan rastis me qenë atë rrugë, i ka thonë pejgamberi a.s. që shejtani e liran rrugën për shkak të atij njeriu. Ka që të vëqëm ka qenë, ka që dije ka pas. E ajo është Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu. Ky njeri ka që madh, njeriu më i dituri i umetit pas pejgamberit normal dhe pas Ebu Bekrit, është Omeri radiallahu anhu. Njeri që ka pas shumë frikë Allahun azza wa jall, një ditë për ditëve shkoi dhe ju afru Hudhaifet ibn al-Yamanit, një prej shokëve të tjerë pejgamberit. Njeri që i ka rujt sekretet dhe Allah azza wa jall i ka pas tregu pejgamberit alayhisalam se kush janë munafiqat. Dhe këto sekrete ja ka pas tregu Hudhaifes. Një ditë për ditë Omeri radiallahu anhu kur shkoi te Hudhaife dhe o Hudhaife, a ka mundësi poshtë Zotin më tregu diçka? Tha çka Omer? Tha ka mundësi më të regu mu se në qatë listën e njerëzve munafika, emret e qatyre munafikave dyftyrshave, mos verasisht jam one, e vaj halli për Omeri nëse jam one. Pra kishte dija që kishte Omeri radiallahu anhu në fe që e bëni me kon kaq shumë ju frigu Allahut azza wa jall. Edhe tha Hudhaife, Omer, unë kë pyet për një send të madhe. Tha po ta tregoj ty vish për veten tonë, kur mos më pyet mua. Tha ti nuk je mos u bë marak, edhe mos pyet mua, se kam sekret pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ata veç nëse kanë bon ai vepër pastaj sahabët, nëse dikush ka mungu me ai vepër të madhe, kanë dyshu mos u shky munafiku. Për shembull, në sabah, si ndal me fol sabahin, kanë dyshu, një herë dy herë, janë shku me po, kanë vet. Smut që s'po vjen me fol sabahin, nëse i kanë thonë ke të rahatesh nesh kanë dyshu, a ky ka një prej munafika pra. Ndërsa Omeri radiallahu anhu, ky njeri me kaq devotshmëri, ky njeri me këtë dije, ky njeri që umeti apo hajrin Omerit radiallahu anhu, sa ishte Omeri s'kishte fitne, nuk ishte sprova të mëdha të muslimanëve se di kemi drejtu. Ky njeri që Persia dhe Roma u shliru prej Omerit radiallahu anhu. Krejt ato, ky njeri që pejgamberi alayhisalam i tha, o Omer, ti je në xhenet nivelet të larta, edhe ofër pejgamberëve atje ka pas pozitën. Omeri veç ka prit me vdek, edhe ka pas me shumë xhenet. Ka që ka pas Omeri radiallahu anhu. Megjithatë, dija e madhe e Omerit e boni që me ju frigu Allahut azza wa jall.